Një epokë që shembet në faqet e një historie që vazhdon të jetoj përmes artit. Fundi i golemve, opera shqiptare e kompozitorit Nikola Zoraçi, vjen për herë të parë në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, si premier botërore. Vepra është shkruar në vitin 1963, në një periudhë të trazuar historike, kur Shqipëria po shkputej nga kampi lindor. E bazuar mbi tregimin Ditët e sprasme të golemit të shkrimtarit Dimitër Shuteriqi, opera trajtonte për herë të parë tema historike jashtë realizmit socialist të kohës. Sot, pas më shumë se 6 dekadash, vepra ngjitet në skenë në dirigjimin e maestros Zhani Ciko dhe me konceptin regjizorial të Nikolin Gurakuqit. Është një premier absolute në të gjitha komponentët e saj. Është një opera tërësisht shqiptare, ku nga produksioni deri tek muzika, role dhe gjithçka është tërësisht e krijuar shqip dhe ashtu si dhe do të këndohet shqip. Në këtë univers skenik bashkohen solistët, kori dhe orkestra simfonike e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duke sjellë dramën e një kohe të rënuar nga pushtimet dhe përplasjet historike. Për dirigjentin Zhani Ciko, rikthimi i kësaj opere është një ngjarje me rëndësi historike për kulturën shqiptare. Në muzikë, zbulimi për publikun i një vepre pas 63 vjetësh tregon shumë gjëra. Tregon atë që mund të thohet dhe mund diskutohet mbi gjithçka, mbi realitetin, mbi të kaluarën e dikurshme, edhe të mëre dhe madje edhe për të ardhmen. Opera Fundi i golemve ka qenë këtu në Shqipëri. Regjizori Nikolin Gurakuqi e cilëson një kryevepër të lënë trashëgim nga kompozitori Nikola Zoraçi. Të falenderoj maestro Zhanin, i cili që për 2 vjetësh ma ka besuar vënien në skenë të kësaj vepre dhe kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm se si ta bëjmë më mirë veprën. Në mënyrë të veçantë do të falenderoj drejtorin, zotin Aulon, i cili e nxori veprën nga sirtarët, ku flinte, dhe e futi në kalendarin e teatrit si një vepër kombëtare. Fundi i golemve do të vijë për publikun më 28, 29 dhe 30 maj në teatrin kombëtar të operës dhe baletit, duke rikthyer në skenë një pjesë të rëndësishme të memorjes dhe identitetit muzikor shqiptar.